Nëna mendonte se djali I saj punonte natën në një magazin për të mbajtur familjen. Çdo muaj ai sillte para në shtëpi dhe këmbëngulte se gjithçka ishte në rregull. Fal atyre parave, motra e tij 18 vjeçare vazhdonte studimet për t'u bërë mjekë. Ëndra që babai I ndjer kishte lënë amanet. Por një mbrëmje, një trokitje e fortë në derë ndryshoi gjithçka. Kur policia I tregoi nënës se djali I saj 25 vjeçar ishte arrestuar për shitje droge, ajo mendoi se ishte një gabim. Djali I saj nuk kishte qenë kur kriminal. Ai kishte lënë shkollën vetëm për të punuar dhe për të mos lënë familjen të vuante pas vdekjes së babait. E vërteta që doli në dritë I theu zemrën të gjithëve. Ai kishte zgjedhur të shkatëronte jetën e tij, vetëm që motra të mos hiqte dorë nga ëndra për t'u bërë doktoresh. Por askush nuk ishte përgatitur për atë që do të ndodhte më pas. Sakrifica që askush nuk e pa. Era e ftohtë e tetorit frynte mes rrugicave të qytetit të vogël, ndërsa Elira, një grua rreth të 60-tave, mbyllte dritaren e vjetër të apartamentit të saj. Muret e zverdhura dhe mobiljet e konsumuara tregonin historinë e një familjeje që prej vitesh luftonte me varfërinë, që kur bashkëshorti I saj, Arbeni, kishte ndëruar jetë nga një atak në zemër 5 vite më parë, gjithçka kishte ndryshuar. Pensioni që ai priste ta gëzonte nuk erdhi kurrë. Borxhet mbetën. Kursimet u shkrin brenda pak muajsh. Elira nuk kishte profesion dhe askush nuk pranonte të punësonte një grua në atë moshë. Gjithçka që I kishte mbetur ishte shpresa. Dhe ajo shpresë kishte 2 emra, Erioni dhe Sara. Erioni ishte 25 vjeç. Kishte lënë shkollën që në moshën 17 vjeçare për të ndihmuar familjen. Nuk ishte ankuar asnjëherë. Punonte ku të gjente, në ndërtim, magazina, transport, shkarkim maurash. Çdo punë ishte e mirë, mjaftonte të sillte bukë në shtëpi. Sara, nga ana tjetër, ishte krenaria e familjes. Vetëm 18 vjeçe, me nota të shkëlqyera dhe një ëndër të madhe, të bëhej mjeke. Ishte premtimi që I kishte bërë babait para se ai të mbyllte syt. Do të bëhem doktoresh dhe do t'i ndihmoj njerëzit, kishte thënë mes lotësh pranë shtratit të spitalit. Babai kishte buzëqeshur për herë të fundit. Që nga ajo ditë, Sara kishte studiuar pa pushim. Librat ishin bërë bota e saj. Por universiteti kushtonte. Tarifat, shiraja, librat dhe transporti ishin shumë më tepër se sa familja mund të përballonte. Një mbrëmje, ndërsa po hanin darkën vetëm pak bukë, djath dhe domate, Sara uli kokën. Mbase duhet ta lë universitetin. Në dhomë ra heshtje. Elira ngriti me njëherë kokën. Jo, nuk dua që ju të sakrifikoni gjithçka për mua. Erioni buzëqeshi lehtë. Ti do të vazhdosh shkollën. Po me çfarë parash? Këtë ma lër mua. Sara deshi të fliste, por ai e ndërpreu. Kur të bëhesh doktoresh, atëherë do të ma kthesh nderin. Ajo buzëqeshi mes lotësh. Nuk e dinte se vëllai kishte filluar të mbante mbi supe një barr shumë më të rënd se sa mund ta imagjinonte. Ditët kaluan. Papritur, parat nuk mungonin më. Tarifa e universitetit u pagua në kohë. Sara bleu librat që I duheshin. Madje një ditë Erioni solli edhe një kompjuter të përdorur. Ku I gjete këto para? Pyeti nëna. Punoj natën në një magazin. Natën? Paga është më e mirë. Elira nuk dyshoi. Çdo nën dëshiron t'i besoj djalit të saj. Por kishte diçka që nuk shkonte. Erioni kthehej gjithmonë shumë vonë. Nuk fliste më si dikur. Telefoni I tij binte vazhdimisht dhe ai dilte në balkon për t'u përgjigjur. Ndonjëherë vinte në shtëpi me mavjosje në fytyrë. U rrëzova në magazin, thoshte me një buzëqeshje të sforcuar. Një natë Elira u zgjua nga një zhurmë. Ora ishte 3 e mëngjesit. Pa djalin që hynte në shtëpi me hapa të ngadalt. Rrobat I kishte të lagura nga shiu dhe syt të skuqur nga lodhja. Ajo e priti në kuzhinë. Nuk po e shkatëron veten apo jo? Erioni u ndal. Pastaj u afrua dhe I puthi dorën. Jo mami. Po punoj vetëm pak më shumë. Elira e përqafoi. Nuk dua të humbas edhe ty. Ai mbylli syt për një qas. Nuk do të më humbasësh. Por sa po doli nga kuzhina, fytyra e tij ndryshoi. Ai e dinte se po I gënjente. Çdo natë dilte për të takuar njerëz të rrezikshëm. Çdo natë rrezikonte lirinë dhe jetën. Jo për pasuri. Jo për makina luksoze. Jo për veten. Por vetëm që motra e tij të mos detyrohej të hiqte dorë nga ëndra. Ndërkohë, Sara nuk kishte asnjë ide. Ajo studionte deri natën vonë, duke besuar se vëllai po sakrifikonte gjumin në një magazin. Në murin e dhomës së saj varej një fotografi e babait. Çdo mbrëmje ajo e shikonte dhe pëshpëriste. Do ta mbaj premtimin. Por jashtë mureve të asaj shtëpie të vogël, një sekret po bëhej gjithnjë e më I madh. Dhe ai sekret nuk mund të fshihej përgjithmonë.
Një gabim I vetëm do të mjaftonte që gjithçka të shembej. Pa e ditur askush, ajo natë po afrohej me shpejtësi. Rruga pa kthim. Mëngjesi kishte nisur si çdo ditë tjetër. Në kuzhinën e vogël të apartamentit, Elira kishte përgatitur çaj dhe pak bukë të thekur. Sara ishte ulur përballë librave të anatomisë, duke përsëritur me zë të ulët emrat e kockave dhe muskujve. Çdo provim për të ishte një hap më pranë ëndrrës së saj. Erioni I vështronte të dyja në heshtje. Nëna I buzëqeshte me dashuri, ndërsa motra fliste me entuziazëm për një profesor që I kishte thënë se kishte talent të jashtëzakonshëm. Një ditë do të jesh mjeke shumë e mirë, I tha Erioni. Sara qeshi. Vetëm fal teje. Sikur të mos punoje kaq shumë. Ai uli sy. Nuk bëj asgjë të madhe. Vetëm ai e dinte se çdo fjalë që dilte nga goja e tij ishte një gënjeshtër. Pasi doli nga shtëpia, nuk u drejtua nga magazina që u kishte përshkruar nënës dhe motrës. Ai mori autobusin për në një lagje të braktisur industriale, ku ndërtesat e vjetra ishin kthyer në vende takimesh për njerëz që jetonin në anën e errët të qytetit. Aty e priste Dritani. Një burr rreth të 40-ave I veshur gjithmonë me rroba elegante, me një buzëqeshje të qetë që fshinte një natyrë të pamëshirshme. Nuk je vonuar, tha ai. Nuk më pëlqen t'ju pres. Dritani buzëqeshi. Kjo është arsyeja pse të besoj. Ai nxori një çantë të vogël sportive dhe ia dha Erionit. Si zakonisht, dorëzoje në 3 adresa. Erioni nuk e hapi. E dinte çfarë kishte brenda. Në fillim kishte menduar se do të ishte vetëm një punë e vetme. Vetëm aq sa të paguante semestrin e Sarës. Por semestri ishte kthyer në muaj. Muajt në një vit. Dhe tani ai nuk dinte më si të dilte. Nuk dua ta bëj këtë përgjithmonë, tha me zë të ulët. Dritani e pa drejt në sy. As unë nuk dua që njerëzit e mi të largohen. Në atë fjali nuk kishte kërcënim të hapur. Por kuptimi ishte I qartë. Erioni mori çantën pa thënë asnjë fjalë. Ndërkohë Sara kishte filluar praktikën e parë në spital. Për herë të parë veshi përparsen e bardhë. Kur u pa në pasqyrë I mbushën syt me lot. Në mendje ju kujtua babai. Shpresoj të jesh krenar për mua. Profesoresha që e shoqëronte I buzëqeshi. Je shumë e përkushtuar. Kam njerëz që kanë sakrifikuar gjithçka për mua. Nuk I zhgënje. Sara tundi kokën. Nuk do t'i zhgënjej kurrë. Në të njëjtën kohë, Erioni po ecte nëpër rrugë me zemrën që I rrihte fort. Çdo makinë policie që kalonte pranë e bënte të mendonte se gjithçka kishte marrë fund. Ai nuk konsumonte drogë, nuk pinte alkool, nuk shpenzonte as 100 darkë për luks. Çdo euro që fitonte shkonte për tarifat universitare, shiran, ushqimet dhe ilaçet e nënës. Ironia ishte e hidhur. Parat që po financonin ëndrrën e një mjekeje vinin nga një rrugë që shkatëronte jetët e shumë familjeve. Kjo mendim e torturonte çdo natë. Një mbrëmje, ndërsa po kthehej në shtëpi, ai pa 2 fëmijë të vegjël duke luajtur futboll në rrugë. Njëri prej tyre buzëqeshi dhe I tha. Xhaxhi, na e hedh topin? Erioni e mori topin dhe ua hodhi. Për disa sekonda, kujtoi veten dhe Sarën kur ishin fëmijë. Kujtoi babain që I ndiqte nga stoli I parkut. Kujtoi ditët kur ëndrat dukeshin të thjeshta. Kur nuk ekzistonin borxhet. Kur nuk ekzistonte frika. Ai ndjeu një shtrëngim në kraharor. Çfarë jam bër, pëshpëriti. Kur mbëriti në shtëpi, Sara e priti me buzëqeshje. Mora notën më të lartë në test. Vërtet, ajo u hodh ta përqafonte. Po, Elira solli një tortë të vogël të blerë me kursimet e pakta. Nuk është shumë, por duhet ta festojmë. Për disa minuta, shtëpia u mbush me të qeshura. Erioni I shikonte të dyja. Ato ishin të lumtura. Dhe pikërisht kjo e lëndonte më shumë. Sepse lumturia e tyre ishte ndërtuar mbi një sekret që, nëse zbulohej, do t'i shkatëronte. 2 ditë më vonë, telefoni I Erionit ra. Ishte Dritani. Duhet të takohesh me mua menjëherë. Kur mbëriti, atmosfera ishte krejt ndryshe. 3 burra të panjohur rrinin në heshtje pranë makinës. Dritani nuk buzëqeshte më. Kemi një problem. Çfarë ka ndodhur? Policia ka arrestuar një nga njerëzit tanë. Erionit ju tha goja. Po për momentin je I sigurt. Për momentin, Dritani u afrua. Nëse dikush flet, të gjithë jemi në rrezik. Ai ndaloi për një çast. Prandaj, nga sot, nuk mund të largohesh. Erioni e kuptoi menjëherë. Nuk ishte më thjesht një djalë që bënte disa dërgesa. Ishte bërë pjesë e një rrjeti nga I cili nuk të linin të dilje. Kur u largua, duart I dridheshin. Për herë të parë nuk kishte frikë vetëm nga policia. Kishte frikë edhe nga njerëzit për të cilët punonte.
Dhe pa e ditur ai, në një makinë të parkuar në anën tjetër të rrugës, 2 oficer të policisë kriminale po vëzhgonin çdo lëvizje të tij. Njëri prej tyre ngriti aparatin fotografik. Është ai. Kemi nevojë për edhe pak prova. Jo për shumë gjatë, u përgjigj kolegu. Pa e ditur Erioni, ora e së vërtetës kishte filluar të numëronte mbrapsht. Trokitja që ndryshoi gjithçka. Erioni nuk fjeti pothuajse fare atë natë. Sa herë mbyllte syt, shihte fytyrën e nënës së tij dhe buzëqeshjen e Sarës. Pastaj I shfaqeshin fjalët e Dritanit. Nga kjo punë nuk largohesh aq lehtë. Në mëngjes u ngrit para se të zgjohej pjesa tjetër e familjes. Përgatiti kafen për nënën, la pak para mbi tavolinë për shpenzimet e javës dhe u largua pa bërë zhurmë. Elira u zgjua pak minuta më vonë. Ajo pa filxhanin e kafes që avullonte dhe parat mbi tavolinë. Në cep ishte një letër e vogël. Mos u shqetëso për asgjë, mami. Gjithçka do të rregullohet. Ajo buzëqeshi me trishtim. Sa djali mirë je birë. Nuk e dinte se ato fjalë mund të ishin lamtumira e tij. Në universitet, Sara ishte e përqendruar në leksionet e saj. Profesori po fliste për etikën në mjekësi. Ndonjëherë, tha ai, njerëzit marrin vendime të gabuara duke menduar se po bëjnë gjën e duhur. Qëllimi mund të jetë fisnik, por mënyra e zgjedhur mund të shkatërrojë shumë jetë. Këto fjalë mbetën në mendjen e Sarës. Ajo nuk e dinte pse, por atë ditë ndjeu një ankth të pashpjegueshëm. Vendosi ta telefononte vëllan. Telefoni ra disa herë. Askush nuk u përgjigj. Në të njëjtën kohë, Erioni ndodhej në një magazin të braktisur. Dritani po ecte nervozisht para njerëzve të tij. Policia është shumë afër. Askush nuk foli. Prandaj, nga sot ndryshojmë mënyrën e punës. Nuk dua gabime. Ai hodhi syt nga Erioni. Ti do të bësh edhe një dërgesë. Kjo ishte marrëveshja jon? Më kishe thënë se do të ishte e fundit. Dritani që shiftoh. Marrëveshjet ndryshojnë. Nuk dua më. Për disa sekonda në magazin mbretëroi heshtja. Pastaj Dritani ju afrua aq pranë, sa Erioni mund të ndjente frymëmarrjen e tij. E di ku jeton nëna jote. Erioni ngriti kokën menjëherë. E di edhe universitetin e motrës. Gjaku ju ngrir në vena. As mos mendo ti përfshish ato. Atëherë bëj punën. Erioni nuk foli. Në atë çast kuptoi se nuk po rrezikonte vetëm veten. Pas dite, Sara u kthye në shtëpi. Nëna kishte përgatitur supë. Erioni nuk erdhi? Tha se kishte turnate. Sara uli kokën. Më duket sikur po largohet nga ne. Edhe Elira kishte filluar ta ndjente. Nuk ishte vetëm lodhja. Ishte diçka tjetër. Diçka që ai po e fshihte. Ndërkohë, 2 makina civile të policisë po ndiqnin nga larg automjetin ku ndodhej Erioni. Nuk ndërrim ende, tha njëri prej oficerëve. Duam gjithë rjetin. Ata prisnin momentin e duhur. Por nuk ishin të vetmit. Edhe një grup rival kriminal kishte marrë informacion për lëvizjet e Dritanit. Situata po bëhej gjithnjë e më e rrezikshme. Mbrëmja ra shpejt. Erioni dorëzoi pakon në adresën e fundit. Sapo u kthye për t'u larguar, dëgjoi një zhurmë gomash. Një makinë u ndal me shpejtësi. 2 burra zbritën. Ndal. Ai nuk I njihte, por e kuptoi menjëherë se nuk ishin klient. Njëri nxori armën. Pa menduar 2 herë, Erioni filloi të vraponte. Pas ti dëgjoi britma. Pastaj, një shtën. Plumbi goditi murin pranë tij. Ai u fut në një rrugicë të ngushtë dhe humbi mes ndërtesave. Arriti të shpëtonte. Por tani e dinte se ishte kthyer në objektiv. Kur u kthye në shtëpi, ishte pas mesnate. Fytyrën e kishte të gërvishtur. Këmisha ishte grisur. Elira po e priste zgjuar. Çfarë të ka ndodhur? Asgjë. Mos më gënje. Ai nuk dinte çfarë të thoshte. Nëna ju afrua dhe I preku fytyrën. Ti nuk punon në magazin. Erioni mbeti I ngrirë. Nën, më shiko në sy dhe më thuaj të vërtetën. Ai hapi gojën, por nuk doli asnjë fjalë. Në atë çast ra zilja e derës. Një trokitje e fortë. Pastaj një tjetër. Elira u trem. Kush mund të jetë në këtë orë? Erioni u zbe. Ai e ndjeu menjëherë. Nuk ishte një vizitë e zakonshme. Trokitja u përsërit këtë herë edhe më e fortë. Një zë u dëgjua nga jashtë. Hapeni derën. Policia. Sara doli me vrap nga dhoma. Elira mbeti pa frym. Erioni mbylli syt për një çast. Momenti nga I cili ishte përpjekur të arratisej për muaj të tërë, më në fund kishte mbërritur. Dhe pas asaj dere, asgjë nuk do të ishte më si më parë. E vërteta doli në dritë. Trokitjet në derë vazhdonin pa pushim. Hapeni derën. Policia. Në apartament mbretëroi një heshtje rënd.
Elira shikonte djalin e saj me sy të mbushur me frikë. Sara kishte zbehur në fytyrë, ndërsa zemra i rrihte aq fort sa mendonte se mund ta dëgjonin të gjithë. Erioni mori frymë thellë. Ai e dinte se nuk kishte më rrugdalje. Mami, Elira nuk ja ndau syt. Çfarë ke bërë birë? Ai nuk u përgjigj. Vetëm uli kokën. Në atë çast policia trokiti edhe më fort. Do ta hapim me forcë nëse nuk e hapni menjëherë. Erioni ju afrua derës me hapa të ngadaltë. Para se të kthente dorezën, u kthye nga nëna dhe motra. Më falni. Dera u hap. 4 oficer hynë menjëherë në apartament. Njëri prej tyre ju afrua Erionit. Erion Kola? Po. Jeni i arrestuar në ndyshimin për përfshirje në një rrjet të shpërndarjes së lëndëve narkotike. Elira lëshoi një britëm. Jo. Duhet të jetë gabim. Sara mbeti e ngrirë. Nuk është e mundur. Oficeri i vendosi prangat e Erionit. Ai nuk bëri asnjë rezistencë. Asnjë fjalë. Vetëm shikonte nënën. Lotët filluan t'i rridhnin Elirës. Thuaju se nuk e bër asgjë. Erioni nuk foli, sepse e dinte se gënjeshtrat kishin marrë fund. Ndërsa policët kontrollonin banesën, Sara u afrua pranë vëllait. Shikoje në sy dhe më thuaj se nuk është e vërtet. Ai e pa për disa sekonda. Pastaj mbylli syt. Është e vërtet. Sara u tërhoq 2 hapa prapa. Sikur toka ti ishte hapur nën këmbë. Jo, kam gabuar. Ti shisje drogë? Erioni nuk mundi ta shikonte më. Po, kjo ishte e vërteta. Elira filloi të qante me dënes. Ku kam gabuar me ty? Erioni u kthye menjëherë. Ti nuk e gabuar kur. Atëherë pse? Pse e bëre? Apartamenti u mbush me heshtje. Edhe policët ndaluan për një moment. Erioni mori frymë thellë, sepse nuk doja që Sara të linte universitetin. Askush nuk foli. Ai vazhdoi. Nuk kishte para. Puna nuk mjaftonte. Borxhet po shtoheshin. Mami nuk gjente punë. Babai nuk ishte më. Ai ndjeu lotët t'i mbushnin sy. Një njeri më premtoi para të shpejta. Mendova se do ta bëja vetëm një herë. Pastaj edhe një herë tjetër. Dhe nuk munda të dilja më. Sara shpërtheu në lot. Ti e bëre për mua? Erioni nuk u përgjigj menjëherë. Vetëm tundi kokën. Çdo tarif, çdo libër, kompjuteri, shiraja, ishin nga ato para. Sara u mbështet te muri. Ju kujtua çdo moment kur kishte falënderuar vëllan. Çdo herë që kishte thënë, faleminderit që punon kaq shumë. Dhe ai vetëm buzëqeshte. Tani ajo e kuptonte pse. Elira ju afrua djalit. E goditi lehtë në kraharor me duar. Pse nuk më the? Pse nuk më le të vuanim bashk? Pse e more gjithë këtë barë mbi vete? Erioni qante. Nuk duroja dot t'ju shija duke hequr dorë nga ëndra. Nuk duroja dot. Nuk doja që babai të kishte vdekur kot. Elira e përqafoi fort. Edhe pse djali i saj kishte bërë një gabim të rënd, në atë moment ajo nuk shihte një kriminal. Shihte fëmijën që kishte sakrifikuar gjithçka për familjen. Por ajo e dinte gjithashtu se sakrifica nuk e fshinte përgjegjësinë për veprimet e tij. Oficeri që drejtonte operacionin ju afrua. Zonje, na vjen keq. Kemi prova të mjaftueshme. Por dua t'ju them diçka. Ai pa Erionin. Gjatë hetimit kemi zbuluar se ai nuk ka përdorur asnjë qindark për luks. Nuk ka makina. Nuk ka bijuteri. Nuk ka pasuri. Të gjitha fitimet kanë shkuar për familjen dhe shkollimin e motrës. Sara filloi të qante edhe më fort. Kjo nuk e ndryshonte faktin që droga kishte dëmtuar shumë njerëz, por i tregonte asaj se vëllai nuk kishte vepruar nga lakmia. Kishte marrë një vendim tragjik duke besuar se po shpëtonte familjen. Teksa policët po e nxirrnin jashtë, fqinjet kishin dalë në korridor. Disa shikonin të habitur, të tjerë pëshpëritnin. Qenka trafikant. Kush do ta kishte menduar? Elira uli kokën nga turpi. Erioni u kthye edhe një herë. Mami, ajo ngriti syt. Kujdesu për Sarën. Pastaj pa motrën. Dhe ti, premtom se nuk do ta lësh universitetin. Sara nuk mund të fliste. Vetëm tundi kokën me slotësh. Ta premtoj. Dyert e ashensorit u mbyllën. Për herë të fundit, sytë e tyre u kryqëzuan. Kur ashensori zbriti, Elira u rrëzua në gjunjë. Apartamenti që deri pak minuta më parë kishte qenë shtëpia e tyre, tani dukej bosh. Por asnjëri prej tyre nuk e dinte se arrestimi i Erionit ishte vetëm fillimi, sepse hetuesit kishin nisur një operacion shumë më të madh kundër gjithë organizatës kriminale. Dhe dëshmia e Erionit mund të rrëzonte njerëzit më të rrezikshëm të qytetit,
ose t'i vinte familjen e tij në një rrezik edhe më të madh. Çmimi i sakrificës. Nata pas arrestimit ishte më e gjata që Elira kishte përjetuar ndonjëherë. Apartamenti ishte i heshtur. Karrigia ku Erioni pinte çdo mëngjes kafen ishte bosh. Gjaketa e tij varej ende pas derës. Këpucët e vjetra ishin aty ku i kishte lënë. Çdo sen në shtëpi i kujtonte praninë e tij. Elira u ul në divan dhe mbajti në duar fotografinë e bashkëshortit të ndjer. Arben nuk munda ta mbroja. Lotët i rridhnin pa pushim. Sara ishte ulur pranë saj, por nuk gjente fjalë për ta ngushëlluar. Edhe ajo ndihej fajtore. Në kokën e saj përsëritej vazhdimisht e njëjta pyetje. Po sikur të kisha hequr dorë nga universiteti? Ndoshta Erioni nuk do ta kishte marrë kurrë atë rrugë, por përgjigjja nuk do ta ndryshonte të kaluarën. Të nesërmen në mëngjes, Sara vendosi të shkonte në qendrën e paraburgimit për të takuar vëllan. Pas një pritje të gjatë, një gardian e shoqëroi në dhomën e takimeve. Mes tyre ndodhej një xham i trash. Kur Erioni hyri, Sara mezi e njohu. Brenda pak orësh ai dukej sikur ishte plakur me vite. Megjithatë, kur e pa motrën, buzëqeshi lehtë. Si je? Sara nuk mundi ta përmbante veten. Si mund të më pyesësh si jam? Ti je këtu për shkakun tim. Erioni tundi kokën. Jo. Po. Nëse nuk do të isha regjistruar në universitet. Mos e thuaj. Nëse do të kisha hequr dorë. Erioni ngriti telefonin që përdorej për bisedën. Dëgjoj me kujdes. Ajo që bëra ishte zgjedhja ime. Askush nuk më detyroi. Ti nuk ke asnjë faj. Sara qante. Unë nuk dua të bëhem doktoresh me para që kanë ardhur nga droga. Erioni uli syt. As unë nuk doja. Atëherë pse? Pata frikë. Frikë se do t'ju humbisja. Frikë se do të mbeteshit pa të ardhme. Por kuptova shumë vonë se nuk mund të ndërtosh një të ardhme të mirë mbi një rrugë të gabuar. Në të njëjtën kohë, hetuesit po vazhdonin operacionin kundër grupit kriminal. Një prokuror hyri në dhomën ku mbahej Erioni. Ke dy mundësi. Erioni ngriti kokën. Ose hesht dhe mbron organizatën. Ose bashkëpunon me drejtësinë. Çfarë ndodh me familjen time? Do të bëjmë çfarë është e mundur për t'i mbrojtur. Erioni heshti për disa minuta. Ai kujtoi baban. Kujtoi nënën. Kujtoi Sarën me përparsen e bardhë. Pastaj tha vetëm dy fjalë. Do të flas. Dëshmia e tij zgjati me orë të tëra. Ai tregoi emra, vende, takime, mënyrën se si rekrutoheshin të rinjt pa punë, si u premtohej një pagesë e shpejtë, si shumë prej tyre futeshin në borxhe dhe më pas nuk lejoheshin të largoheshin. Nuk jam krenar për atë që kam bërë, tha ai në fund. Por nëse mund të ndihmoj që askush tjetër të mos bjerë në të njëjtën kurth, atëherë dua ta bëj. Disa ditë më vonë, policia zhvilloi një operacion të madh. U arrestuan disa persona të dyshuar si drejtues të rrjetit. Në lajme u raportua se organizata ishte goditur rënd fal provave të mbledhura gjatë hetimit. Emri i Erionit nuk u përmend si hero. As ai vet nuk e kërkoi këtë. Ai e dinte se duhej të përballej me pasojat e zgjedhjeve të tij. Ndërkohë, Sara mori një vendim. Ajo shkoi në universitet dhe kërkoi një takim me dekanin. Kam nevojë të jem e sinqert, tha ajo. Ajo i shpjegoi situatën e familjes. Nuk kërkoi mëshirë. Nuk kërkoi trajtim të veçantë. Vetëm kërkoi mundësinë për të vazhduar studimet me punë, bursa ose ndihmë financiare të ligjshme. Dekani e dëgjoi me kujdes. Nuk mund të ndryshoj të kaluarën tënde, tha ai, por mund të ndihmojmë të ndërtosh të ardhmen. Universiteti i ofroi një bursë të pjeshme dhe mundësinë për të punuar si asistente në laborator. Kur Sara ja tregoi këtë lajm nënës, Elira shpërtheu në lot. Për herë të parë pas shumë javësh, ato lot nuk ishin vetëm nga dhimbja. Ishin edhe nga shpresa. Pak ditë më vonë, Sara vizitoi sërish Erionin. Kam një lajm. Ai buzëqeshi. Çfarë? Nuk do ta lë universitetin. Erioni uli kokën i lehtësuar. Por këtë herë do ta vazhdoj me ndershmëri. Me bursë. Me punë. Dhe me djersën time. Një buzëqeshje e sinqert u shfash në fytyrën e tij. Kjo është mënyra e duhur. Sara ngriti dorën dhe e vendosi mbi xham. Edhe Erioni bëri të njëjtën gjë nga ana tjetër. Mes tyre ishte ende një mur prej xhami, por për herë të parë pas shumë kohësh nuk kishte më sekrete. Kishte vetëm të vërtetën dhe shpresën se edhe pas gabimeve më të rënda, një njeri mund të zgjedhë të marrë përgjegjësi dhe të përpiqet të rindërtojë jetën. Thun.